Pasi Alia vendos të mos largohet dhe të kthehet me Gianin në konak, aty gjithçka nis të ndryshojë mes tyre. Ata fillojnë të shohin njëri tjetrin me sy tjetër dhe dita ditës nisin të kuptojnë gjithnjë më shumë ndjenjat që kanë për njëri tjetrin. Gjatë kthimit, Sadakati pret në konak, pa e ditur ende për vendimin e Ailës për t'u larguar. Në një moment Aila vëren se Sadakat nuk ndihet mirë nga ana shëndetësore dhe e pyet, por ajo përpiqet ta fshehë këtë gjendje, duke u thënë se asgjë nuk e shqetëson. Aila dhe Gian diskutojnë për ngjarjen që lidhen me largimin. Giani kërkon Ailës të ndalojë së beri lojra, pasi jeta e Denizit po vihet në rrezik. Nga ana tjetër, Alia i thot se nuk e kupton si është e mundur që ai të zbulonte se ajo dhe djali i saj po përgatiteshin të largoheshin për në New York. Alia telefonon shoqen e saj dhe i tregon se nuk arriti të shkojë pranë saj në New York. Duke parë reagimin e djalit të saj Denizit, ajo mbetet e pavendosur dhe nuk di me çfarë vendimi të marrë, të largohet apo. Kaja insiston të takojë Zerrinin dhe të shkojë në shtëpinë e saj. Aty përballet me Shahinin, i cili përpiqet ta largojë me forcë. Megjithatë, Kaja i thot se nuk do të heqë dorë nga dashuria e tij për Zerrin. Në atë moment, Fidan u jep lajmin se Exhmel do të fejojë Zerrinin me Sedatin. Si Zerrin ashtu dhe Shahin mbeten të shokuar nga ky vendim i nënës së tyre. Nga ana tjetër, Kaja betohet se nuk do të lejojë që një fejesë e tillë të ndodhë. Sadakat ndihet keq dhe Alia i bën një vizitë ku arrin në përfundimin se ajo ka tension të lartë dhe këshillon të shkojë menjëherë në spital. Sadakat insiston që Gian ta shoqërojë, por ky i fundit nuk ndodhet askund. Mine e lumtur dhe e çliruar hyn në dhomën e spitalit ku punonte Alia dhe nis të krijojë shpresa për marrëdhënien e saj me Gianin. Por në një moment, ajo sheh Alien duke sjell Sadakatin në spital. Mine tronditet dhe mbetet e habitur nga kthimi i papritur i Aliës. Sadakat përballet me Exhmelin në spital dhe i thot se do të kishte dashur shumë që ai të kishte vdekur nga duart e saj. Nga ana tjetër, Kaja i thot Exhmelit se nuk do të lejojë që ai të fejojë Zerrinin me Sedatin. Zerrini thot Fidanit që të binde Exhmelin që të mos fejohet me Sedatin, por Fidani shpjegon se Exhmel tashmë e ka diskutuar çështjen dhe nuk do të kthejë vendimin mbrapsht. E prekur nga këto fjalë, Zerrin kërcënon se do t'i bëjë keq vetes nëse ndodh diçka e tillë. Fidan e përqafon menjëherë dhe i kërkon që të mos shkojë në mendime të tilla për veten. Në spital, Gian shfaq shenja xhelozie për Alien kur një mjek fillon të interesohet për të. Këtë e vëren edhe Mine, e cila nuk e pëlqen as pak këtë situatë. Exhmel përfiton nga situata dhe ushtron presion mbi djalin e tij Shahinin për ta përfshirë në marrëveshjen që ka bërë me Demirin për të mposhtur Gianin. Në spital Sadakat përballet me një person të quajtur Fikret. Ajo tronditet kur e sheh, por lidhja e së kaluarës së Sadakatit me këtë burr do të zbulohet më vonë. Kaja është i vendosur të pengojë fejesën e Zerrinit me Sedatin, por Giani kërkon të heqë dorë nga kjo. Sadakati kujton Kajës se Zerrin dëshmoi kundër tij në burg, por Kaja i thot se ishte ajo që e provokoi një gjë të tillë. Giani thot Kajës të ketë kujdes me akuzat që hedh pa ditur të vërtetën kundrejt nënës së tij. Nare dhe Kaja insistojnë të dinë arsyen, por Sadakat shmang përgjigjen dhe ndalon Gianin që të thotë të vërtetën. Gian vendos t'i tregojë Nares dhe Kajës të vërtetën. Ku Borani është djali i Exhmelit. Të shokuar, Kaja dhe Nare i kërkojnë Sadakatit të shpjegojë se çfarë po thot Giani. Sadakat e detyruar dhe me lot në sy, u shpjegon të kaluarën e saj të dhimbshme dhe se po të mos ishte babai i tyre që i kishte dalë për Zot, as Borani nuk do t'i ishte sjellë në jetë. Kaja dhe Nare mbeten të habitur dhe i thonë se si ka mundësi që ua kishte mbajtur këtë sekret kaq shumë kohë. Nare takohet me Shahinin dhe i kërkon që të pengojë fejesën e Zerrinit me Sedatin, pasi Zerrin nuk e dashuron atë. Por Shahini përgjigjet se ajo nuk e deshi Ozganin, por gjithsesi vazhdon të jetë e martuar me të. Nare i thot se gjithmonë ka pritur, por ai kur nuk ka ardhur për të, dhe e këshillon të mos i besojë shumë babait të tij Exhmelit. Megjithatë, Shahin kundërshton. Shahin, duke mos pasur rrugë zgjedhje tjetër, shkon tek Exhmeli dhe i thot se pranon të bashkëpunojë me Demirin kundrejt Gianit, vetëm me kushtin që Exhmel të refuzojë martesën e Zerrinit me Sedatin. Exhmel pranon dhe kërkon Zerrinit që të mos guxojë të afrohet me Kajën, duke e bërë të qartë se oferta e fejesës me Sedatin do të vazhdojë. Zerrin pranon. Kaja nga ana tjetër ka dëgjuar se Shahini e pengoi martesën e Sedatit me Zerrinin dhe e telefonon për ta falendëruar,
por Shahini i përgjigjet se këtë e beri vetëm për motrën e tij Zerrinin dhe jo për te. Ai kërkon gjithashtu të mos i afrohet me Zerrinit. Mine e fton Ailën në shtëpinë e saj dhe gjatë bisedës mes tyre, e vën në dieni se ajo e di që Aila po qëndron në martesë me Xhianin vetëm për hir të djalit të saj. Alia i përgjigjet me habi dhe ironi, duke e pyetur se si është e mundur që ajo të jetë në dieni të një informacioni të tillë. Më pas, Alia e pyet për jetën e saj personale. Mine i përgjigjet se po pret që burri që ajo dashuron të ndahet nga gruaja e tij, por e fsheh faktin se bëhet fjalë për Xhianin. Xhian përballet me Minen dhe i kërkon që të qëndrojë larg Aliës dhe të mos e përfshijë në planet e saj, duke e paralajmëruar se do të pendohet. Por Mina i thot se e di që Xhian po qëndron i martuar nga detyra morale dhe jo nga dashuria, dhe se gjithë këtë po e bën vetëm për te. Nare vëren se Shahin dhe Demir po bëjnë plane së bashku dhe kupton menjëherë se bëhet fjalë për realizimin e aratisjes së Xhmelit nga burgu. Ndërkohë Shahin përpiqet ta verë në zbatim planin e tij për ta nxjerrë baban nga spitali, por aty përballet papritur me Naren. Çfarë roli do të ketë ajo në këtë episod? A do të prish planin apo do të lejoj Shahinin ta realizojë? Alia duhet të shkojë larg qytetit për të ndihmuar pacientët e saj, por Xhian, i shqetësuar për sigurinë e saj, e din nga pas. Atje ai ndihmon Alien dhe duke dhënë kontributin e tij, por fatkeqësisht së muret dhe Alia fillon të kujdeset për te. Në një moment, Xhiani kërkon Alies të nxjerrë diçka nga xhepi i xhaketës së tij. Alia vëren se bëhet fjalë për një bizhuteri. Me anë të kësaj dhurate, Xhiani uron ditëlindjen. Alia mbetet e befasuar, duke i pyetur se si Xhiani dinte datën e saj të lindjes.